Dëgjues të nderuar të radios Sibilat e Veriut, mirëmbrëma. Mirëmbrëma këtu nga qyteti historik i Prizrenit, ku jemi sot në pushime në Kosovë, por neve me emisionet tona do të vazhdojmë për të transmetuar për të mos e humbur edhe ritmin e punës dhe aktiviteteve tona. Mirëmbrëma edhe një herë dhe ju përshëndesim nga Prizreni, duke ju sjell këtu temën Festat e Shënxergjit, një historik dhe një rit i shekujve. Pra, janë temat tona që kryesisht i takojnë artit dhe letërsisë, por se sigurisht se do të merremi nga pak edhe me temat tona. Për sonte, neve jemi së bashku me zonjën Prenda Sejdia, me studion në Lezhë, dhe përshëndesim edhe zonjën Prenda. Zonja Prenda, mirëmbrëma dhe mirë se vini edhe ju në emision për të udhëhequr së bashku këtë emision të bukur të festës së Shënxergjit, si një historik i shkurtër i një riti të shekujve. Mirëmbrëma dhe përshëndetje nga Prizreni. Zoti Zim, mirëmbrëma, mirë se qej, mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Radio Sibilat e Veriut. Faleminderit që jeni me ne sonte si gjithmonë, për të kaluar së bashku ca çaste të bukura, pasi sonte vërtet është një natë e shenjtë për të gjithë besimtarët e çdo feje, pasi Shënxergji festohet gjërësisht. E ku ka më bukur se të festohet fillim maji. Ju përshëndes edhe një herë, duke ju uruar një javë sa më të këndshme, por sonte uroj që ta kalojmë sa më bukur. Megjithatë, kush nuk e do vendimjen, e pikërisht për këtë ne kemi zgjedhur sërish një këngë vendi dashur ku linda, pasi secili feston në vendimjen e tij, qoftë edhe me zemër, sa do larg që është. Dëgjim të këndshëm.
Miq të nderuar, neve për sonte kemi vendosur të flasim pak për këtë festë të Shën Gjergjit dhe historikun e saj si një rit i shekujve që është transmetuar në për shekuj. Ju falimderojmë për kohën tuaj që keni ndarë për të na dëgjuar neve sonte dhe ne do të vazhdojmë me emisionin. Pra, do të flasim për historikun e festës së Shën Gjergjit. Historia e festës së Shën Gjergjit është e lashtë dhe e lidhur ngushtë me figurën e Shën Gjergjit, i cili nderohet si shenjtor nga shumë kultura dhe vende. Origjina e Shën Gjergjit. Shën Gjergji besohet këtë qenë një ushtar romak me origjinë nga Kapadokja e Turqia sotme në shekullin e 3 pas Krishtit. Ai u martirizua rreth vitit 303 pas Krishtit sepse refuzoi të ishte dorë nga besimi i tij i krishterë gjatë përsekutimeve të Dioklecianit. Fillimi i kultit dhe i festës. Në shekuj pas vdekjes së tij, Shën Gjergji u bën një figurë e nderuar në të gjitha botën e krishtere për guximin dhe besimin e tij. Legjenda më e famshme e lidhur me të është ajo e vrasjes së dragojit, e cila simbolizon triumfin e së mirës mbi të keqen. Kjo legjend kontriboi në imazhin e tij si një kalorës i guximshëm dhe mbrojtës. Festa e Shën Gjergjit, që premtohet më 23 prill, filloi të shënohej në shekujt e hershëm të krishterimit. Në shekullin e 12 ai u shpall shenjtor mbrojtës i Anglisë, gjë që e rriti rëndësinë e festës në këtë vend. Kyçi i Shën Gjergjit u bë simbol kombëtar anglez. Gjatë mesjetës, dita e Shën Gjergjit ishte një festë e madhe në Angli, me shërbesa kishtare, parada dhe bankete. Tradita e sotme. Sot festa e Shën Gjergjit vazhdon të festohet në shumë vende të përfshirë Anglinë, Bullgarinë, Gjeorgjinë, Shqipërinë dhe rajone tjera si dhe në Kosovë. Traditat ndryshme nga vendi në vend, por ato shpesh përfshin ngjarje kulturore, parada, ushqime tradicionale dhe shprehje të krenarisë kombëtare dhe fetare. Në Bullgari, dita e Shën Gjergjit është një festë publike e rëndësishme që lidhet me bekimin e baktisë dhe fillimin e verës bujqësore. Në Shqipëri, festa njihet si Shën Gjergjit dhe festohet me ceremoni fetare dhe gatime tradicionale. Ashtu kjo festë festohet edhe në Kosovë, aq më tepër sot këtu në Prizren, pra në ditën e 5 majit, kur zbresin gjithë qytetarët dhe dalin në shesh për të festuar dhe për të takuar me njerëz, për të bërë blerje të ndryshme e për të bërë edhe ahengje e qejfe të ndryshme. Mirë, po ne nuk do të zbërthemi në këtë pikë, ne do të shkojmë më tej në disa pika të rëndësishme historike të kultit të Shën Gjergjit. Festa e Shën Gjergjit ka një histori të gjatë dhe të pasur, e rrënjosur në jetën dhe legjendën e një shenjtori të nderuar dhe vazhdon të jetë një ditë e rëndësishme për shumë njerëz dhe kultura në mbar botën. Zonja Prenda, unë kaq kisha për këtë fillim, do ju jap fjalën juve që të vazhdonit ju me pjesën tjetër të temës. Shumë faleminderit. Faleminderit që na solli këtë temë sonte pikërisht në natën e Shën Gjergjit, ku shumë besimtarë të dy feve pa dallim e festojnë në mënyrë të përkryer. Kjo është një festë që vërtet i bashkon shqiptarët, një festë e shenjtë që i bashkon pa dallim për me një dashuri të madhe njerëzore për familjarët e tyre, për të afërmit e për njerëzimin në tërësinë e saj. Festa e Shën Gjergjit është një festë e rëndësishme në kulturën shqiptare, e cila festohet më 6 mart. Ajo shënon fundin e dimrit dhe ardhjen e pranverës, duke simbolizuar ringjalljen e natyrës dhe shpresën për një fillim të ri. Edhe pse e lidhur me figurën e Shën Gjergjit, një shëntor i krishterë, festa ka rënë të thella në traditat pagane e lire, duke i përshtatur më vonë me ardhjen e krishtrimit, dhe madje duke celebruar dhe nga komunitetet muslimane në disa zona, duke ruajtur elemente të traditës popullore. Në Shqipëri dhe Kosovë, festa e Shën Gjergjit karakterizohet nga një sër traditash dhe zakonesh të veçanta. Gjelbrim dhe lule. Një nga elementet kryesore është mbledhja e luleve dhe degëve të gjekë. Me to zbukurohen shtëpitë, dyert dhe oborret, si simboli jetës së re dhe mbrojtjes nga e keqja. Kurorat. Vajzat e gratë turin kurora me lule të ndryshme dhe i vendosin në kokë ose i varin në përdyer. Larja.
Disa zona, në mëngjesin e ditës së Shëngjergjit, njerëzit lahen me ujë ku janë hedhur lule me bimë aromatike për të siguruar shëndet dhe mbarësi gjatë vitit. Ndonjëherë lahen edhe në lumenj. Zjarret. Tradicionalisht, në natën e Shëngjergjit, ndizen zjarret mëdha nëpër fshatra. Rreth zjarrit kërcehet dhe këndohet. Flijimi. Në disa zona rurale bëhen kurban një qelgj ose kec, si ofrim për mbarësi edhe bereqet. Kjo praktikë është më e theksuar në zonat me popullsi muslimane duke u bërë pranë tyrbeve pra varreve të shenjta. Lojrat dhe festimet. Organizohen lojrat ndryshme popullore, si gara me kuaj, mundje temave dhe valle tradicionale. Shëngjergji është një ditë për të festuar, për të takuar me miq dhe familjen dhe për të shijuar natyrën. Parashikime. Në disa zona vajzat kryejnë rituale për të parashikuar dharmën e tyre në dashuri dhe martesë, duke përdorur lule ose elemente të tjera natyrore. Lidhja me Skënderbeun. Data e Shëngjergjit kërkon me ditëlindjen e herojit kombëtar shqiptar Gjergj Kastrioti Skënderbeu për 6 maj 1405, duke i shtuar festës një dimension kombëtar. Në Prizren, si një qytet me tradita të pasura, festa e Shëngjergjit sigurisht festohet me rituale dhe zakone të ngjashme, të theksuar lidhjen me natyrën, komunitetin dhe historinë. Mund të shihni zbukurime me gjelbrim, festime në sheshe apo zona të hapura, dhe ndoshta dëgjoni muzikë dhe këngë tradicionale, pra është një ditë kur njerëzit dalin nga shtëpitë për të shijuar atmosferën festive dhe ardhjen e festës. Besoj që askush nesër nuk ka humbur të mundësi të ardhë. Po zoti Gzim? Faleminderit zonja Prenda. Miq të nderuar, unë dikur kam shkruar edhe një libër për festat dhe ahengjet në Vrinj dhe në rajonin e Prizrenit, por do të nxjerrë vetëm ca detaje të shkurta për të plotësuar ato që thash më herët. Pra festa e Shëngjergjit në Vrinj festohet më 5 dhe 6 maj dhe dita e Shëngjergjit festohet me ceremoni kryesore e cila organizohet në Prizren. Të gjithë fshatrat atë ditë sjellin fëmijët e vet në qytet, ku mblidhen njerëz nga e gjithë rrethina për të festuar ditën e Karabashit, si quhet në Prizren. Ndërsa vajzat përgatisin specialitete ëmbëlsira për festë. Por më rëndësishme është se festa e Shëngjergjit për vajzat vazhdon edhe gjatë natës, por edhe të nesërmen, pra më ditën e 6 majit. Ato këndojnë, luajnë, vallëzojnë, përgatisin ushqime dhe kështu. Pra tek ne festa e Shëngjergjit në Vrinj, por edhe në Prizren ka qenë gati një festë pagane, e cila është festuar pra në këto forma, janë zbukuruar shtëpit me lule, janë mbledhur thekër dhe janë sjellë gjatë natës në mëngjes, pra të gjitha vajzat janë bukuruar me gjethe dhe është kënduar, është vallëzuar, është festuar, janë ndarë ushqime nëpër shtëpi dhe kësaj pra është festuar dikur. Tani më ritmi i saj sikur ka rënë pak, por megjithatë ende vazhdon të ruhet kjo traditë. Pra unë nuk po shpalos këngët që janë sjellë nga ky libër, por sepse kemi çështje tjera të flasim për të. Jo, edhe sikur ta sjellësh një këngë do ishte bukur. Sepse shumë të nga këngët e sotme. Unë do sjell në gjuhën vrinase, ashtu siç janë të shkruar pra këngët dhe në gjuhën e vajzave të Vrinit. Sepse vetë titulli i librit është Festat dhe ahengjet në këngët e vajzave të Vrinit. Pra është një gjuhë shumë karakteristike e ruajtur nga lashësia shumë e veçantë. Sjell një këngë, pra gjethi po e shohet, kur po vjen Shëngjergji gjethi po e shohet, kur po vjen Shimitri gjethi po shëmtohet. Pra ai është kënduar bukurisë, natyrës, pra stinës që po vije, që po sjell pra të mira dhe ose kur po vjen Shëngjergji gjethi po del, kur po vjen Shimitri gjethi po bjer. Hajde shoqë, hajde të luajmë në lam, festën e Shëngjergjit ta festojmë. Gjina dul bari, gjina dul gjethi, sa më e mirë na është Shëngjergji. Pra janë disa këngë të sjellura në dialekt pra të zonës dhe sisoj unë kujtoj që mjafton pra kjo për të vazhduar ne me temat të cilat zonja Prenda Seidia i solli në pjesën e parë të emisionit,
duke fol pak për gjelbrimin dhe lulet si simbolik e festës së Shëngjërgjit. Gjelbrimi dhe lulet janë zemra e festës së Shëngjërgjit. Në Prizren, si kudo në traditën shqiptare, ato luajnë një rol qendror në simbolikën dhe festimet e kësaj dite të veçantë. Ja pse janë kaq të rëndësishme. Simboli ringjallësh, ashtu si natyra që shpërthen në jetë në pranverë, gjelbrimi dhe lulet përfaqësojnë ringjalljen, freskinë dhe fillimin e një cikli të ri. Ato shpesh shënojnë fundin e dimrit të ftohtë dhe ardhjen e ditëve të ngrohta e të begata. Bekimi me mbrojtje. Tradicionalisht besohet se gjelbrimi dhe lulet të mbledhura në ditën e Shëngjërgjit kanë fuqi mbrojtëse. Ato vendosen nëpër dyer, dritarë dhe oborre për të larguar shpirtin e keq dhe për të sjellë mbarësi në shtëpi. Bukuri dhe festë. Lulet me ngjyrën e tyre të ndezur dhe aromat e këndshme zbukurojnë ambientin dhe krijojnë një atmosferë festive. Ato janë një mënyrë thjeshtë dhe e bukur për të shprehur gëzimin dhe entuziazmin për ardhjen e pranverës. Kurora, siç përmenda edhe më parë, thurja e kurorave me lule është një zakon i bukur dhe i përhapur. Vajzat dhe gratë mbajnë kuroret në kokë si simbol i bukurisë dhe i rinisë, ndërsa kurorat e varura në dyer besohet se sjellin fat dhe mbrojtje. Mund të shohësh kurora të thurura me lulet e egra të fushës, trëndafila apo lulet të tjera të stinës. Ritualet të ndryshme. Në disa zona lulet dhe gjelbrimi përdoren edhe për ritualet të tjera, për shembull uji i larjes së mëngjesit të Shëngjërgjit shpesh aromatizohet me petale lulesh dhe bimë aromatike për të siguruar shëndet dhe vitalitet. Duke qenë në Prizren, në këtë periudhë mund të vëresh lehtësisht se si njerëzit i kushtojnë rëndësinë zbukurimit të shtëpive mjediseve të tyre dhe me gjelbrim dhe me lule. Tregjet mund të jenë të mbushura me lule të freskëta dhe nëpër këtë rrugë mund të shohësh detaje të gjelbërta që tregojnë festën e Shëngjërgjit, është afër apo festohet. Është një kohë kur natyra dhe tradita ndërthuren bukur. Po zonja Brenda? Faleminderit zoti Gzim. Larja ditën e Shëngjërgjit. Larja në ditën e Shëngjërgjit është vërtet një simbolik e bukur dhe e lashtë. Në Prizren, si në shumë zona të tjera shqiptare, ky zakon mbart një kuptim të thellë që lidhet me shëndetin, pastërtinë dhe rinovimin. Ja disa nga aspektet simbolike të larjes në ditën e Shëngjërgjit. Pastrimi shpirtëror dhe fizik. Larja nuk shihet thjesht si një akt higienik, por edhe si një mënyrë për të pastruar nga çdo e keqe e vitit kaluar. Besohet se uji i asaj dite ka një fuqi të veçantë për të larguar sëmundjet dhe energjitë negative. Është një rifillim, një lloj shpërndarje për të rritur pranverën dhe gjithë të mirat që ajo sjell. Shëndeti dhe fuqia. Uji i përdorur për larje shpesh aromatizohet me lule dhe bimë aromatike të mbledhura posaçërisht për këtë ditë. Besohet se në këto bimë ja kalojnë betitë e tyre shëruese ujit, duke i bërë larjen një ritual për të forcuar shëndetin dhe vitalitetin gjatë gjithë vitit. Rinovimi dhe rinia. Ashtu si natyra që rinovohet në pranverë, larja simbolizon një rifreskim të trupit dhe shpirtit. Është një mënyrë për të hedhur pas vjetërsinë dhe për të pritur një periudhë të re me energji dhe freski. Lidhja me natyrën. Në disa zona larja bëhet me lumen ose burime natyrore uji. Kjo thekson lidhjen e ngushtë mes njeriut dhe natyrës, duke marrë bekimin dhe fuqinë e ujit të pastër. Rituali për vajzat. Tradicionalisht larja mund të ketë pasur edhe konotacione që lidhen me bukurinë dhe pjellorinë, veçanërisht për vajzat e reja. Besohej se larja në ditën e Shëngjërgjit i bënte ato më të bukura dhe tërheqëse. Duke qenë këtu në Prizren, mund të dëgjosh nga më të moshuarit për këtë zakon, dhe ndoshta shohësh familje që praktikojnë atë në mënyra të ndryshme, duke ruajtur këtë simbolik bukur të pastërtisë dhe rinovimit me ardhjen e pranverës. Është një traditë që e mban gjallë lidhjen tonë me natyrën dhe me besimet e lashta. E në fakt,
Mendoj që ka nga ata njerëz që thonë këto I takojnë s'kaluarës. Duhet të kuptojmë një gjë. Nga që ne popujt në tërësinë e saj kemi filluar të përqafojmë zhvillimin, trend, teknologjinë me radhë, kemi lënë pas dore ca gjëra të vjetra. Duhet kujtojmë se ka dhe Zot. Pra se ne nuk bëjmë disa shërbesa që ai na I ka paracaktuar, ato nuk na I sjell ajri, do t'jemi ne që e vëhemi në lëvizje. Faleminderit Zoti Gzim. Faleminderit edhe juve zonja Prenda. Dëgjues të nderuar, neve po vazhdojmë. Jeni me emisionin e Radio Sibilave, Festa e Shënxergjit, një historik dhe një rit I shekujve. Ne po vazhdojmë me pjesën tjetër të emisionit, siç përmenda më lart, pra I kemi zjarret në ditën e Shënxergjit. Sigurisht se unë përmenda diku se brenda natës së 5 majit, pra vajzat kur shkojnë për thekur edhe ndesin për zjarret. Dhe për këtë element kemi vendosur të flasim. Zjarret e Shënxergjit. Edhe kjo është një traditë shumë e veçantë dhe me plot kuptime këtu në Prizren, ashtu si në shumë zona të tjera shqiptare. Ato ndizen kryesisht natën para ditës së Shënxergjit, pra me natën e 5 majit. Këto zjarre nuk janë thjesht për të ngrohur, por mbartin një simbolik të fundit. Largimi I keqes dhe I dimrit, tradicionalisht besohet se flakët e larta të zjarreve të bëjnë shpirtrat e këqij, smundjet dhe çdo gjë negative që ka mbartur nga dimri I ftohtë. Ato simbolizojnë dritën që triumfon mbi errësirën dhe shpresën për një fillim të ri dhe të mbar. Pastrimi dhe rilindja. Ashtu si larja dhe zjarri shihet si një element pastrues, duke u mbledhur rreth zjarrit, njerëzit simbolikisht djegin gjërat e vjetra dhe hapin rrugë një periudhe të re të jetës dhe të begatisë. Bashkimi komunitar. Ndezja e zjarreve është shpesh një aktivitet komunitar. Njerëzit mblidhen së bashku, fëmijët e të rriturit rreth flakëve këndohet, kërcehet, shkëmbehen biseda duke forcuar lidhjet sociale dhe ndjenjen e komunitetit. Është një moment për të ndarë gëzimet e ardhjes së pranverës, ritualet dhe besimet. Në disa zona ka besime të lidhura me zjarre, për shembull mund të lidhen me një zjarr sende të vjetra ose të panevojshme si simbol I lënies pas të kaluarës. Ndonjëherë njerëzit kërcejnë mbi prushin e shuar si një provë guximi dhe si një mënyrë për të siguruar shëndet dhe fat të mirë. Lidhja me natyrën. Zjarri si një element natyror lidhet me energjinë dhe fuqinë e diellit, I cili rikthehet me ngrohtësinë e pranverës. Është një mënyrë për të nderuar këto energji jetësore. Edhe këtu në Prizren, në mbrëmjen e 5 majit mund të ndeshësh me zjarre të ndezura në lagje të ndryshme, veçanërisht në zona rurale ose në periferi të qytetit. Atmosfera rreth tyre është gjithmonë e ngrohtë dhe festive, e mbushur me zhurmën e bisedave, këngëve, ndonjëherë edhe me tingujt e instrumenteve tradicionale. Është një traditë e bukur që mban gjallë shpirtin e festës së Shënxergjit. Kaq kisha zonja Prenda për këtë temë, edhe unë shpresoj të vazhdojmë temën tjetër, sigurisht se ju do të na sjellni diçka të re. Lojrat dhe festimet në ditën e Shënxergjit. Apo të kthehemi tek flimi në ditën e Shënxergjit, tek pesa. Flimi në ditën e Shënxergjit. Flimi në ditën e Shënxergjit është një traditë e lashtë që praktikohet ende në disa zona të Kosovës. Përfshirë edhe rrethimin e Prizrenit. Është një akt me rrojnë të thella në besimet e vjetra dhe ka një simbolik të shumë llojshme. Këtu janë disa aspekte të flijimit në këtë ditë. Ofrim për mbarësi të bereqet, pra flijimi zakonisht I një qengje ose kece të vogël, shihet si një ofrim për të siguruar mbarësi, shëndet të mirë, bereqet në familje dhe në të mbjella të gjatë. Është një mënyrë për të kërkuar bekimin e forcave të natyrës dhe të hyjnive. Lidhja me traditat pagane. Kjo praktikë ka ngjashmëri me ritet e lashta pagane që lidheshin me kultin e natyrës dhe me ofrimet për të siguruar pjellërinë e tokës dhe të bagëtimit.
Edhe pse Shëngjegje është një festë e lidhur me një shenjtor të krishterë, elemente të tilla tregojnë për një shtresëzim të besimeve dhe zakoneve. Praktik e zakonshme pranë tyrbeve. Në disa zona, veçanërisht në ato me popullsi të përzier fetare ose me ndikim të fortë të traditës, flimi bëhet pranë tyrbeve, varreve të shenjta e figurave fetare. Kjo tregon për një sinkretizëm të besimeve ku elemente të fesë islame ndërthuren me traditat popullore të Shëngjegjet. Ritual familjar dhe komunitar. Flimi mund të jetë një ritual familjar ku familja thërë një kurban për vete, por në disa raste mund të jetë edhe një ngjarje komunitare ku disa familje bashkohen për të flijuar dhe më pas dajnë mishin me të tjerët, të theksuar solidaritetin dhe bashkësinë. Pjesë e festës. Mishi i flejuar shpesh gatuhet dhe bëhet pjesë e kryesës festive të ditës Shëngjegjet. Kjo lidh aktin e flijimit me gëzimin dhe festën e ardhjes pranverës, ndërsa kjo traditë nuk është e përhapur në të gjitha zonat dhe mund të jetë edhe më e theksuar në fshatra dhe në komunitete të caktuara. Në rrethinën e Prizrenit mund të hasni familje ose grupe njerëzish që praktikojnë atë. Është një pjesë e mozaikut të traditave të Shëngjegjet që tregon për historinë e gjatë dhe ndikimit e ndryshme kulturore në këtë festë. Këtu dua të them edhe do shtoj edhe diçka. Jo, se si me shumë knasi. Faleminderit. Kjo festë bëhet fjalë që daton që në shekullin 3 të këtij erësor, pra 300 vite pas Krishtit. Bëhet fjalë që në atë kohë muslimanizmi akoma nuk kishte lindur në botë. Dhe kuptohet që kjo festë ka ardhur për shkak të njësimit të festë që shqiptarët kanë pas. Nuk është hamendësim, por kjo është një e vërtetë e pamohueshme. Është kënaqësi që ne jemi vëllezër shqiptar, feja është sikur parti për mua, por kur vjen puna tek besimi, është e drejtë e secilit, por është edhe bukuri të festosh atë që na e kanë festuar të parë tanë para 1700 ca vitesh. Ditën e nesërme bëhet fjalë që më shumë e festojnë muslimanët se katolikët. Kjo se di sa është e vërtetë, sepse ne katolikët festojmë 2 herë Shëngjegjen. Pra, Shëngjegji i parë është në datën 22 prill dhe në zonat në treva të ndryshme të Shqipërisë festohet me miq dhe bija. Miq bija nipër, pra bëhet festë e madhe në shtëpi, priten bakti, festohet nata, dita dhe ditori, pra kemi 3 ditë festë, 22, 23 dhe 24 prill. Ndërsa Shëngjegji i dytë për ne është 11 ditë pas 22 majit, që 22 prillit dhe i bie me datë 3 maj. Mirë po, këtë 3 majin, tani nga që besimtar musliman e festojnë në 6 maj, tek ne nuk ndihet shumë. Më shumë ndihet 6 maji se data 3 që ne e kemi si festë. Pra, duhet kuptojmë që kjo festë, qoftë musliman, qoftë katolik, është një festë që gjërësisht festohet dhe është gjëja më e mirë që mund të bëjmë. Ka më bukur se të festojmë ardhin e pranverës, të lëmë pas çdo vjetërsinë që na kishte dimri apo viti i shkuar, të presim të ardhmen me bekime, ke sjell ndërmend tradicionalen e vjetër, por për ta trashëguar tek të rinjt, është në një farë mënyrë kjo zbehja që tha dhe zoti Gzim pak më parë, sikur të bën pak pesimist, por jemi ne që duhet t'u atrasojmë brezave, t'u mësojmë atyre këto lloj ritesh, sepse fundja fundit është e mira e gjithë secilit. Faleminderit zoti Gzim. Faleminderit edhe juve zënë Brenda për këto plotësime. Sigurisht se gjithçka që themi është një plotësim dhe është një që se gjithmonë njeriu mëson në jetë dhe ato hapësirat e ndryshme që krijohen nga tema sigurisht se japin më shumë. Po
unë do të vazhdoj me pjesën e lojrave dhe festimet në ditë. Flijimi në ditën e Shëngjërgjit është një traditë e lashtë që praktikohet ende në disa zonet të Kosovës, përfshirë edhe rrethinën e Prizrenit, një akt me rrënjë të thella të besimeve të vjetra dhe ka simbolikë të ndryshme. Këto janë disa aspekte të flijimit të ofrim për mbarësi dhe bereqet. Flijimi zakonisht i një çengji ose një keci të vogël apo mos folëm për këtë temë zonë e pranë. Tek gjashta. Po. Po. Gjashtë e Po, sigurisht po mirë jam. Lojrat e festimet. Po. Lidhja me traditën pagane, kjo praktikë ka ngjashmëri me ritet e lashta pagane që lidheshin me kultin e natyrës dhe me ofrimet për të siguruar pjellorinë e tokës dhe begatikë. Edhe pse Shëngjërgji është një festë e lidhur me shenjtorët e krishterë, elementet të tilla tregojnë për një tresësim të besimeve dhe zakoneve. Praktike zakoneve pranë tyrbeve në disa zona, veçanërisht në ato me popullsi përzierë fetare, ose me ndikim të fortë të traditës, flijimi bëhet pranë tyrbeve, varreve të shenjta të figurave fetare. Kjo tregon për një sinkretizim të besimeve ku elementet të fesë islame ndërthuar me traditën popullore të Shëngjërgjit. Ritual familjar dhe komunitar. Flijimi mund të jetë edhe një ritual familjar ku familja derë një kurban për vete, por në disa raste mund të jetë edhe një ngjarje komunitare ku disa familje bashkohen për të flijuar dhe më pas ndajnë mishin të tjerë duke solidarizuar me bashkësinë. Pjesë e festës, mishi i flijuar shpesh gatuhet dhe bëhet pjesë e tryezës festën në ditën e Shëngjërgjit. Kjo lidh aktin e flijimit me gëzimin e festës dhe ardhjes së pranverës. Ndërsa kjo traditë nuk është e përhapur në gjitha zonat dhe mund të jetë më e thekshuar në fshatrat me caktuara në rrethinën e Prizrenit, ku mund të asin në familje ose grupe njerëzish që praktikojnë atë. Është një pjesë e mozaikut të traditave që tregon historinë gjatë dhe me ndikime të ndryshme kulturore të kësaj feste. Në prenda? Parashikimet e vajzave ditën e Shëngjërgjit. Parashikimet e vajzave në ditën e Shëngjërgjit janë një pjesë e ëmbël dhe poetikës traditës, sidomos në Prizren dhe shumë zona tjera shqiptare. Është një kohë kur vajzat e reja me shpresë dhe kuriozitet kryejnë rituale të ndryshme për të zbuluar të ardhmen e tyre, kryesisht në lidhje me dashurinë dhe martesën. Këto janë disa nga mënyrat se si vajzat bëjnë parashikimin e këtij dhe ujë. Një nga ritualet më të njohura përfshin përdorimin e luleve dhe ujit. Vajzat mbledhin lule të ndryshme në mbrëmjen e Shëngjërgjit dhe vendosin në një emë me ujë. Gjatë natës, besohet se ëndrat e tyre të zbulojnë detaje rreth së ardhmes së tyre në dashuri. Në mëngjes ato shikojnë llojet e luleve që kanë lënzuar më shumë ose që kanë marrë formë të veçantë duke interpretuar ato si shenja. Fletët e trëndafilit. Një tjetër mënyrë është marrja e fletëve të trëndafilit. Vajzat mund të hedhin fletë të trëndafilin e erë duke bërë një pyetje për të ardhmen e tyre në dashuri. Mënyra se si bien fletët ose numri i fletëve që bien në një drejtim të caktuar mund të interpretohen si përgjigje. Vendosja e dëshirave nën trëndafila. Sa interesante. Si që përmenda edhe më parë, një zakon tjetër është shkrimi i dëshirave në copa letre dhe vendosja e tyre nën trëndafila gjatë natës së Shëngjërgjit. Në mëngjes, ato i marrin dhe i hedhin në ujë të rrjedhshëm, duke besuar se uji do t'i çojë dëshirat e tyre drejt realizimit. Edhe interpretimi i mënyrës si lëvizin letrat në ujë mund të ketë kuptim. Ëndrat e natës së Shëngjërgjit. Nata e Shëngjërgjit besohet të jetë një natë e veçantë, kur ëndrat mund të jenë profetike, veçanërisht për çështjet e zemrës. Vajzat i kushtojnë vëmendje të veçantë ëndrave të tyre të asaj nate, duke u përpjekur të gjejnë shenja rreth personit që do dashurojnë ose me të cilin do të martohen. Rituale me pimë të ndryshme. Përveç luleve,
Mund të përdoren edhe bimë tjera aromatike ose me veti të veçanta në ritualet e parashikimit. Mënyra se si pahen, si digjen ose si reagojnë ndaj ujit mund të interpretohen. Këto rituale janë kryesisht lojra të lehta dhe tradita të bukura, që shtonin një element misteri dhe shpresje në festën e Shën Gjergjit për vajzat e reja. Edhe pse sot mund të mos merren as seriozisht sa dikur, ato mbeten një pjesë e çmuar e folklorit dhe traditës sonë. Në Prizren mund të dëgjoni ende histori për këtë praktika nga gjyshet dhe nënat, duke i mbajtur gjallë këtë aspekt të veçantë të festës. Mendimi, kemi thënë që është një forcë e jashtëzakonshme, kështu që mendimet thehen vepra, por nëse nuk mendon si bëhet vepër. Kështu që të partan, ndoshta kemi thënë shumë herë dhe vazhdojmë ta themi, ata nuk kishin mbaruar shkolla e fakultete, por akademinë e jetës e kishin pas shumë më të fortë se që kemi ne. Prandaj uroj që këto praktika shumë fishohen, të transmetohen sa më shumë tek brezat e ri, sepse çdo gjë që është transmetuar gjatë gjithë shekujve, brenda saj ka shumë të vërteta. Faleminderit zot Iksin. Faleminderit edhe juve, zonja Prenda. Unë tani më do të flas edhe për një element tjetër në lidhje me ditën e Shën Gjergjit. Lidhja e Skënderbeut me ditën e Shën Gjergjit. Lidhja e Gjergj Kastriot Skënderbeut me ditën e Shën Gjergjit është vërtet e veçantë dhe i shton një dimension tjetër festës në tokat shqiptare dhe është një koincidencë historike që bën këtë ditë më të rëndësishme për ne shqiptarë. Lidhja kryesore është kjo. Gjergj Kastriot Skënderbeu, heroi ynë kombëtar, ka lindur më 6 maj të vitit 1405. Pra, dita e Shën Gjergjit, e cila festohet më 6 maj, sipas kalendarit gregorian, dhe më 23 prill, sipas kalendarit julian, i cili mund të ketë qenë përdorim në kohën e lindjes së tij, përkon pikërisht me ditëlindjen e Skënderbeut. Jo koincidencë nuk është thjesht një rastësi kalendarike, por ka marrë një rëndësi të veçantë kulturore dhe historike. Simbolika e emrit, vetë emri Gjergj e lidh atë drejt për drejt me Shën Gjergjin, shenjtorin luftëtar që simbolizon trimërinë, fitoren mbi të keqen dhe mbrojtjen e të drejtave. Kjo ka bërë që Skënderbeu të shihet si mishërim i virtyteve të Shën Gjergjit, një mbrojtës i popullit dhe atdheu. Dita e herojt kombëtar për më shumë shqiptar dhe dita e Shën Gjergjit është gjithashtu një ditë për të kujtuar të nderuar Skënderbeun. Festimet e Shën Gjergjit shpesh marrin një notë patriotike duke kujtuar njerëzve sakrificat dhe lufta e herojt tonë kombëtar për lirinë e Shqipërisë. Lidhja e pranverës me rilindjen, ashtu si festa e Shën Gjergjit shënon ardhjen e pranverës dhe rilindjen e natyrës, figura e Skënderbeut simbolizon rilindjen e shpresës dhe luftës për një të ardhme më të mirë për shqiptarët. Lufta e tij kundër perandorisë osmane shihet si një periudhë rezistencës dhe e shpresës për liri. Tradita popullore. Në folklorin shqiptar, figura e Skënderbeut shpesh ndërthuret me mitet dhe legjendat e Shën Gjergjit, duke krijuar një imazh të heroit si një luftëtar të pathyeshëm dhe një mbrojtës të popullit. Këtu në Prizren, në qytetin historik të pasur me një lidhje të fortë me figurën e Skënderbeut, dita e Shën Gjergjit ka një rëndësi të dyfishtë. Festohet ardhja e pranverës dhe traditat e lashta, por gjithashtu kujtohet me krenari ditëlindja e heroit ton kombëtar. Mund të ketë manifestime të veçanta që nderojnë figurën e tij në këtë ditë, pra siç është edhe ky emisioni yni. Pra lindja e Skënderbeut me ditën e Shën Gjergjit është një bashkim i historisë, traditës dhe simbolikës kombëtare, duke e bërë këtë ditë edhe më të veçantë për ne shqiptarët. Faleminderit zonja Prenda dhe ju kisha lutur që edhe ju të vazhdoni me pjesën e fundit të këtij emisioni për të ardhur gati deri tek fundi. Shumë faleminderit. Festa e Shën Gjergjit në Prizren. Besoj që tani që ne po flasim në fakt,
atje ka plasa hengu, po kujtohen tek përgatitjet e fundit çfarë mund të kemi lënë mangët, dhe gjejmë rastin t'i përshëndesim, t'i urojmë gëzuar, ta kalojnë bukur sonte nesër e gjithmonë. E festofshin ndër dekada e shekuj këtë festë të bekuar. Festa e Shëngjergjit në Prizren. Festa e Shëngjergjit në Prizren është një ngjarje e gjallë, dashur, e cila festohet me entuziazëm dhe duke respektuar traditat e lashta. Veçanëse jemi në Prizren, mund të them se atmosfera këtu është veçanërisht festive, duke kombinuar elemente të përgjithshme të festës me nuancat lokale. Këtu janë disa aspekte se si mund të festohet festa e Shëngjergjit në Prizren. Gjelbrimi dhe lulet. Ashtu si në gjithë Shqipërinë dhe Kosovën, edhe në Prizren do të shihni shtëpi, dyqane, rrugë zbukuruara me deg gjelbra dhe lule shumë gjyshe. Tregjet do të jenë të mbushura me lule të freskëta dhe njerëzit do vlejnë për të zbukuruar ambientet e tyre. Vajzat dhe gratë mund të shfaqen me kurora lulesh në kokë. Larja, tradita e larjes në mëngjesin e Shëngjergjit mund të praktikohet ende nga disa familje në Prizren, veçanërisht në zonat më tradicionale, ose në fshatrat përreth. Uji i aromatizuar me lule dhe bim do përdoret për të siguruar shëndetembarësi. Zjarret. Nata e 5 majit mund të shoqërohet në ndërtesjen e zjarrit në lagje të ndryshme të Prizrenit ose zona përreth. Këto zjarre do jenë qendra ku njerëzit lidhen, ndojnë, festojnë ardhjen e pranverës. Krijimi në disa komunitete rreth Prizrenit, veçanërisht në ato me tradita të forta dhe ndoshta pranë vendeve të shenjta, mund të kenë familje që praktikojnë krijimin e një qengje ose keqe si ofrim për mbarësi. Lojra e festime gjatë ditës së 6 majit, nesër pra, festa është veç se në prag, mund të kenë aktivizime të ndryshme në Prizren. Këto mund të përfshijnë lojra tradicionale për fëmijë të rritur, falle muzikë popullore në sheshe të caktuara, por edhe ndonjë panajër i vogël me produkte lokale dhe artizanale. Familjet shpesh dalin për piknik në vende të bukura natyrore rreth Prizrenit. Ndërimi i Skënderbeut. Duke qenë se 6 maj është edhe ditëlindja e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në Prizren mund të ketë homazhe ose aktivitete të veçanta për të nderuar figurën e tij, ke lidhur festën e pranverës edhe me heroin, edhe me kujtimin e heroit kombëtar. Atmosfera komunitare. Të gjitha, festa e Shëngjergjit në Prizren është një kohë kur komuniteti bashkohet. Njerëzit vizitojnë familjarët, miqt, shkëmbejnë urime, shijojnë së bashku atmosferën festive. Duke qenë në Prizren në këtë kohë, ju do të keni mundësinë të përjetoni drejt për drejt të festë të bukur dhe të merrni pjesë në gëzimin e traditat e saj. Është një shans i mirë për të parë nga afër kulturën dhe mikpritjen e njerëzve të Prizrenit. Por, ashtu siç flitet për Prizrenin, edhe për gjithë besimtarët anëmon të Shqipërisë. Pothuajse e njëjta traditë është kryesisht edhe në Korçë, që gjej rastin këto dy qytete me traditë të lashtë, të kulturë të gjerë qytetarie, festojnë kaq bukur këtë festë të bekuar, paqe festa shëndet e gëzime si vjet e gjithmonë. Faleminderit zonja Prenda. Nëse nuk keni diçka të shtoni, dal nga dal neve dhe emisionit ton po i vije fund, por sigurisht se edhe dëgjuesit tanë të paktën nga këto që thamë sonte kanë mundësi të shpalosin të dëgjojnë dhe të jenë më të njoftuar rreth festës së Shëngjergjit. Ne pikëpari megjithse njoftimin e kemi bërë shumë vonë, gjejmë rastin t'i falenderojmë që janë gjithmonë me ne. Falenderojmë për komentet, për pëlqimet, për gjithë çka të bukur që ata përcjellin. Sigurisht nëse keni mundësi ju brenda mundësive të na i lexoni. Urime suksese, respekt jush për emisionin. Alma gjithë shkoza, urime suksese për emisionin, respekt për ju të nderuar drejtues të emisionit.
dhe për stafin tuaj të palodhur urime. Due Gjën Petri, Poshtë Gjergji është më 22 prill. Ajredin Shala, urime dhe punë të mbarë dhe të palodhur, profesor gëzimi për emisionin. Ajredin Shala, respekt, Shpresa Zurnaci, Mbarsi, Hajrush Ismaili. Sonde është nata Shëngjergjit nesër dita, edhe se jemi musliman këtë ditë e kemi festu gjithherë, urime dhe emision suksese edhe në të ardhmen. Piro Ilona Minella, suksese, Bedriqoku gëzuar festën e Shëngjergjit, Shpesa Fundo Gjergji, Mirë Mbrëma, Sibilat e Veriut, Fitim Kodheli, respekt, Valentina Jako, urime e suksese. Shumë faleminderit për komentet, urimet e gjithë shka që keni përcjellë sonte gjithmonë. Jeni të mrekullueshëm. Faleminderit ju që keni klikuar për emisionin Mark Prenga, Karita, Mikel Zinxhiria, Islam Selmani, Nejib Baushi, Kristina Lula, Valentina Jako, Viktor Jako, Albana Methoxha, Zyrafet Emana, Itori Shkoza, Kastriot Korovesha, Miranda Prociterti, Fitim Kodheli, Shpesa Fundo Gjergji, Klara Shehu, Gzim Ajgera, Gjorgje Piti, Piro Milona Minella, Hajrush Ismaili, Pjetër Zeki, Mirsada Logu, Marsida Silda Andreu, Vitore Puka, Hasan Muzli Selimi Mfalni, Kastriot Buzi, Gjën Petri, Ali Laqej, Dragan Terzic, Shpresa Zurnaci, Almagjela Shkoza, Stagreda, Fatmira Limani, Kristian Dior, Marisa Leka, Lui Mabraj, Bianca Dushaj dhe Ajredin Shala. Shëndete Mbarsi, gëzuar sonte gjithmonë mish nderuar. Do shoh edhe sa komente që janë tek Ledjan Shkalla, mirë mbrëma ju e të tanëve, mirë mbrëma e mirë se vjen Ledjan. Shpresa Zurnaci, sa bukur e sqarove këtë ditë, unë kaq nuk kam pas ditë. Çdo herë me ziprisja këtë ditë shumë më pëlqente të dilja në Karabash, Gurabia ti doja shumë. Shpresa faleminderit, më vjen mirë që emisioni tek ju ka përcjell emocion. Uroj gëzuar e shëndet. Qazim Thaçi, Gzim Ajgera, i suksesi paçi gjithmonë, ju që i jepni kulturës shqiptare kaq shumë e pa ndalur. Ore se Bia Shkoza. Mbrëmje të këndshme për ju, stafi Radio Sibilat e Veriut dhe gëzuar këtë natë të Shëngjergjit, shëndet e Mbarsi dhe bërëshjet për të gjithë. Faleminderit e ashtu qoftë, Mehmet Shala, urime e suksese e respekt, gjithashtu i nderuar, Elizen Elvira. Ju përshëndes dhe ju uroj emision të mbarë. Bara e mirësi paqshmike. Linda Fana. Përshëndetje Zoti Gzim Ajgera, Zonja Prenda, edhe ne si musliman festojshëm dikur Shëngjergj me bija e me flija. Me mbledhjen e luleve, larja me lule kuptohet se është fest pagan. Faleminderit Linda, faleminderit që na përcjell nga Gjermania. Uroj ta kaloni gëzuar sot dhe gjithmonë. Mimoza Hoxha Gastra, aktualitet kulturor, artistik, informativ, një ndërthurje kaq e bukur e mitologjisë me të sotmen. Shumë faleminderit Mimoza, e ke thënë kaq bukuri me një koment, i ke dhënë shumë bukuri edhe emisionit tonë, ke zbukuruar. Faleminderit që jemi ne. U shumë sukses të miqtë të artit e kulturës. Shëndet e Mbarsi paqë gjithmonë një ke dashur. Qazim Thaçi, Shëngjergji është festë pagane që ka lidhje as pak me fetë e besimin. Por kjo tregon fillimin e verës. Dikur popullata i ka ndarë Pystinë nga Shëngjergji deri në Shmitër, verën dhe kjo jo kot thonin, tungun më të madh rruje për Shëngjergj. Ka shumë gojdhëna për këtë festë pagane, domethënë se dikur secila familje kërkuante dush e venën në dyre dritare. Fëmijët laheshin me fleta ftojnish dhe lule që kishte një porosi gëzimet. Faleminderit për komentet, për pëlqimet, na falni që nuk lexojmë dot emrat për ju që keni pëlqyer në emision, por falenderimet tona janë të përzemërta, paqe, shëndet e suksese, mbarsi, kjo fest ju dhuroft gjithçka të bukur që shpirti ju ato. Është kënaqësi që dëgjojmë ende të festohet e të gëzohet festa gëzime e të mira paqe në trojet tuaja shqiptar dashur.
Zoti gëzim. Miq të nderuar, ne e dim se të gjitha emrat nuk kemi arritur t'i mbledhim për t'i lexuar, sepse dihet se emisioni ynë është shumë i shpërndar në për shumë faqe, si në metaforë, në faqe ndime, në penën e artë, tek zona e Prandësia, dhe në faqe tjera të miqve dhe në live stream. Prandaj është e pamundeshme të lidhen të gjitha ato, por ne sigurisht se besojmë se ju na kuptoni dhe na mirë kuptoni për këtë, nëse nuk përmendim edhe emrat ose nuk përmendim emrat. Dhe shpresojmë që në emisionet e tjera do jemi gjithmonë pranë juve dhe të nderuar nga ju. Unë ju uroj një mbrëmje të bukur dhe një festë të bukur, të gëzoni, të festoni, të lumturoni në familjet tuaja. Paqe gëzime gjithmonë, një natë të bukur e të qetë. Miru pafshim në emisionet tjera me Radio Sibilat e Veriut. Faleminderit miq, natën e mirë. Natën e mirë.